friends, welcome back and happy Friday. Today it's February 13 and tonight it's Valentine's Eve. We start with another vlog today. Ja ku jemi dhe ja ku po fillojmë another video today me të 13-in and tonight it's Valentine's Day Eve edhe ne po vazhdojmë kështu me 12, 13, 14, 15 San Faustino Day edhe maybe 16 or 17, kështu që pa humbur kohë po fillojmë, jemi këtu, i kemi të gjitha edhe jemi zgjuar nga gjumi, kështu që të shohim si do jemi, qa do t'jemi, qa do të bëjmë, do dalim në qytet, do ham mëngjes edhe pastaj të shohim, mua po më pëlqen kështu, kur po bëhet kështu, shiko. Zemra gjithë kohën kështu të përbojën, sa bukur. Edhe kështu që edhe po vazhdojmë. Ok, të shohim se qa kemi edhe sot. Ja ku jemi këtu pas një dimri të fort, më në fund mas shumë ditëve jemi këtu te parku jon. Kemi ardhën edhe unë hungra pak mëngjes, por e mora qëtu një picë të cilën po du me ngrën, ta kështu te parku, edhe po jemi ka tu kohën më të si ku më kalëcu kështu pishtë larkut, edhe po e ham picën pas taj. Shiko, nuk është ftoft, po as nuk është edhe shumë ngrohtë, është taman një kohë e mirë, dhe pak me vranësira, pak me hapur, por është zakonisht me vranësira dhe shiko. Këtu edhe këndej. Po do me marrë qëtë picë me ngrën. Wow, është shumë i këndshëm. Edhe më kalëcu. Më isha me hapë. Shiko, është picë, e mirë, asë për ti që shpibojmë, po mu për më pëlqenë shumë. Mua për më pëlqenë shumë të pizza, edhe për i hasi shpesh. Më për djejnë të mira, për të shohem. Pizza! Ja ku jam këtu edhe u ktheva nga qyteti. Pakës parku më pengoj edhe me siguri pizza dhe që kam kërën sot edhe peshk. Jam i lodhën të qysh për shkak se s'kam flajt mas një mëngjezin mo nga ora 7 e dishka, nuk kam flajt. Kështu që mero pak me pushu të shohim. I kishin zbrit gjonat për Valentine's Day, kishte një euro i gjys, ajo zemra, por që nuk e mora. Pse nuk e mora, nuk e di. Edhe qita e kishin pru me snow, e kish 2 euro, kështu që me siguri ta marr edhe ta lua aty për vitin për këtë vit, për Christmas 2026, edhe kemi pastaj. Kështu të shohim. Une sot po du me bo edhe altarin për Valentine's Day dhe po du me rregullu që të venin qëtu, po du me hek disa gjona për momenti për 2-3 dit, edhe today, tomorrow, edhe next tomorrow, me pas për Valentine's Day, krejt kitë pjesën dhe tek qyrim si për ja bojmë, kështu që diçka po largojmë e diçka po vendosim. Të shohim. Really love this day. Ok, do me largu qëta, edhe qëta nashta du me largu, qëta e largova për momentin, edhe qëta po du me largu për momentin, kështu që po du
Ndoshta edhe qëto, po du me largu për momentin qëtu dhe po du mi vendosën disa gjana për Valentine's Day qështut rakjo edhe qëta po du me largu ndoshta për momentin qështut s'po t'ja me vendosën qëtë ujin po du me largu që kjo ujin e ka venin qëtu qështut qëtu edhe pastaj qëtu në kretja u gjojnë vendin qëtu ndoshta qëto po du me vendos qëtu nuk po di është mirë qëtu me lonën jo s'po m'pëlqen jo qëto I love you e qes bilet qëtu dishka tjetër qëto që kjo është rëzupe që dushet edhe qëto do isha me vendos qëtu ndoshta edhe qëto no qëto qështu ose nanën tjetër nuk po di si m'ja bo petalet mi vendos qëtu ndoshta pret qështu po mduket po du me lonën vetëm me 2 zemra një këtu qita dhe zemrën këtu që du na mi vendos tu edhe ato prej qytushit i kam disa lule, disa roses edhe mi vendosën që aty dhe pastaj me bu këto i largova qëto edhe qëto edhe pastaj është qëto një keks që i bëjmë ritualin edhe qëto vendosa qështët për me lonë qëta qështu edhe bukur qështët bëhet dhe altari dhe me pas të pembe nuk është kjo qështu edhe të shohim si do t'ja bëjmë që kjo edhe qëta në kametën nëjse qëta pe vendosi qëto se e kthej apet po që kjo qëto nuk po du me mnaj qëto vendosi një herë edhe për 3-4 dit qëto mama mia qëto pe lu edhe qëto pe qoj qëto nalë qëto edhe pilu qëto shkak se nuk janë që rinë qaq shumë kanë me najt edhe qëta dit dhe pastaj do t'i bëjmë për që kur t'i largojmë të Valentine's Day e bëjmë edhe për Spring shiko se si unë zi shiko se sa vrant jeshtë vetëm që s'ka fillu shiu ja ku jam këtu është për mbrëmje edhe flajta pakës kështu që ja ku tash përshkojmë kisha flajt mirë sonte do të bëjmë edhe ritualin e Valentine's Night kështu që dhe të shohim se si do t'ja bëjmë kështu që do t'i shkruajmë emrat do t'i vendosim aty petalet
do t'i nxjerrim prej atij, do t'i bëjmë kështu, edhe do t'i lojmë në natën e të qëndrojnë aty gjithë natën sonte deri në ditën e njësëm Valentinës, kështu që e shohim. Është nata e Valentine's Day dhe i 13 në të 14. Do të bëjmë tani ritualin e dashurisë dhe të ta vendosim në shtratin aty në jastëkun e shtratit tim, si që kemi bërë edhe vjet për hënën e plot për kësaj radhe me të 14. Dhe për ta bërë këtë ritual na vijnë disa gjëra të vërteta. Letër e cila është e shkruar këtu me dëshirat e tua të cilat ti don mi dashuru apo emrat personal nëse i ki apo edhe dikën që e ëndërron. Petale të roses të vërteta, real roses petal, të cilat i kemi mbledh dhe i kemi këtu lule, flower dhe ja ku janë kështu. Të vijnë qeriu këtu i cili do ta bekojmë gjithë këtë dhe të vijnë edhe një kështu për ta mbyllur. Së pari do ta vendosim këtu letra të cilat janë të i kemi shkruar. Shiko, i bëjmë kështu. Ne i kemi shkruar 2 letra, s'po du me zbulu, por është personal dhe kështu, të cilat janë personale, mbyllen mirë dhe vendosen këtu. Pastaj real roses, ja ku i kemi real roses të cilat i kemi marrë, shiko janë edhe si të, kështu që vendosim petalet këtu. Petale. Okej. Vendosim të gjitha. Këtu. Dhe një kështu të vogël. Okej, këtu do t'i hedhim përsëri këtu. Ja ku i kemi edhe këto tjera të cilat i kemi rujtën. Dhe me qiriun do të kërkojmë edhe dashurinë. Dhe kështut. Dhe pasi kemi bekuar gjithë këtë, shiko janë këtu, dhe ne tani do ta përzijem. Gjithë këtë do ta përzijem kështu dhe do ta vendosim në këtë këtu. Ja ku e kemi dhe ja ku po dojmë edhe me mbyll tani. Së pari do ta bekojmë përsëri. Dhe kështët, ja ku janë me petale të vërteta, para kësa here kemi bo me këto petale, për shumë se s'kemi pas dhe i kemi mbledh. Pastaj e mbyllim, ja ku e kemi mbyll, ja ku është këtu, dhe tani do ta vendosim këtu. Për të qëndruar në pjesën këtu, na do ta bëjmë kështët, dhe do ta vendosim në këtë pjesën këtu. Shka pa e fusim për funi këtu. Kështut. Dhe do ta mbajmë për funi jastëkët. Kjo është rituali që bëjmë tani edhe në natën e Valentinit. Ja. Dhe ku është këtu. Ja, ku jam këtu edhe po të më shumë rrë flejtë është ora 2:05 e mëngjesit edhe po të më nalë zonin që të është kry
Big Brother e kena pa edhe tani po du mi rregullu qëto gjana ashtu veç, po du me përfundu edhe videon qëtu edhe pi rregulloj qëto gjana ashtu, kështu që tani i kom marrë qëto për tomorrow, nga atje po du mi vendosën qëto, kështu që të dhe si që dritu këtë ma bukër, edhe po bëjmë gati. Tomorrow nuk e dija do të shkojmë në krye qytet apo jo. Okej. Qështët. Okej. Zemrat, apo do këm bukur, apo manak mi vendos. Qështët. Okej. Bukur, mirë shumë. Po rinë qështu zemrat për tomorrow, pse koma me qitë zemrat qëtu? Next video, kështu që po e rregulloj qëtu, hën shiko se si është, edhe po shkoj po flaj. Okej, pra, kjo është edhe e tëra sa kemi përgatitur edhe për natën e Valentine's Day. We see you tomorrow me Valentine's Day, me February 14. Gjithi që pëlqen video më bëni like, bëni subscribe për më të gjitha video mia në kanalin tim dhe like stasja. Bye bye and see you tomorrow.